në pjesën e dytë të emisionit dhe si gjithmonë kemi në fokus Orkestrën Simfonike të RTS. Për këtë arsye sot kam kënaqësinë të kem në studio mjeshtri Gianni Zico, dirigent dhe Pascal Gallet, pianist, për një vepër unike dhe fantastike. Kemi disa momente të regjistruar, t'i ndjekim dhe rikthehemi në studio. Në funksion muzikës. Pra, thush se si këtuar ndryshe nuk si e dozojnë të. Nuk do të mbulojnë asnjëherë në momentin të koncertisat edhe viola, se cili ka momentin të tij. E marrë në një fillim shumë i bukur, atmosfera shumë e mirë, gjithçka do të jetë një ndjenjë, një djalë 24 vjeç që shkruan një vepër si kjo, edhe zhduket me historinë e muzikës. Maestro Gianni Zico, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi që jeni këtu sot në studio. Gjithashtu dhe unë shumë i gëzuar jam. Faleminderit, dhe nga ana tjetër kemi Pascal Gallet, pianist. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e Miqe Pasditës. Mirë dita. Mirë dita. Maestro, do ta filloj pak sot bisedën me ju. Çfarë ju frymëzoi për zgjedhjen e kësaj të vepër kaq unike dhe fantastike? Shiko, detyra e orkestrës është që të zgjerojë repertorin e saj, që të luajë veprat më të mëdha të literaturës botërore, po dhe ato të asaj shqiptare, pa i lënë mbrapa, por në të kohë edhe të synojë në vepra të pazbuluar tek autor që vinë për të parë në skenën tonë, që bërbën një risi. Mbasi me këtë forcohet kultura e ekzekutimit, forcohet dia, forcohet shprehshmëria, stilet të ndryshme. Dhe ky koncert është i veçantë për arsye se ka një vizion frankofon në muzikë, sjell një kapitull të shumë të rëndësishëm të historisë muzikës botërore, që është më pak i levruar se sa i repertori i zakonshëm simfonik që bëhet. Nga ana tjetër, këtë e kondicionoi dhe një ngjarje tjetër. Këto ditë ne po përjetojmë një vjetorin e ndarjes nga jeta të Kadares. Nuk mund të dilte jashtë vizionit ton që pikërisht kur në muzikën tonë ekziston një balet i tërë mbi romanin gjenial të Kadares, Generali është i vdekur, po që në të njëjtën kohë është edhe një vepër që u lancua në Francë, pra ka një lidhje organike midis tyre, dhe pikërisht kjo është detyra dhe kënaqësia tonë që të sillim në këtë koncert një omazh për Kadaren dhe të vazhdojmë pastaj me autorë të cilët për herë të parë zbresin në skenën shqiptare, siç është Vincent d'Indy, një përfaqësues i madh i një shkolle të madhe të kompozicionit edhe të pianizmit, që ka tentuar, ka sjell një simfoni për piano dhe orkestër, diçka e rrallë ky kombinim. Edhe kaq më shumë edhe shfrytëzonim edhe mikun ton të hershëm, mik edhe të skenave shqiptare, që është e vërteta, kështu që shumë gjëra se natyre përcaktuan këtë koncert që do të jetë në orë të freskëta, por që
Përgatitjen e ka pas në kulmin e ditëve të nxehta. Shumë e vërtet. Duhet të pyes edhe pak pianistin Pascal, si ka qenë ky bashkëpunimi me Orkestrën Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar? Si ka qenë kjo eksperjenca për ju? Déjà, ça fait longtemps qu'on se connaît avec Jean. Kemi kohë që njihemi me profesor Jean. Et c'est vrai que cette aventure de donner la symphonie sur un chant montagnard de Vincent d'Indy, et je trouve un aboutissement entre tous les deux. Dhe kjo aventurë ka nisur që përpara dhe tani është përfundimi i kësaj. Et pour moi, une grande découverte. Dhe për mua një zbulim shumë i madh d'un très grand orchestre albanais. I një orkestre shumë të mirë shqiptare. Vraiment. Ce matin, e vlerëson shumë orkestrën tonë. Ce matin, la répétition a été très intense. Sot provat ishin shumë intensive. Puisque j'avais déjà joué cette œuvre. Unë e kisha luajtur këtë pjesë para disa vitesh me orkestrën kombëtare të Et cela faisait peut-être 15 ans, oui, 15 ou 20 ans que je n'avais jamais rejoué cette pièce-là. Dhe ka 15 vjet që nuk e ka luajtur më. Et d'entendre le chœur, le trombone, les violoncelles, les violons, faire revivre et résonner cette musique de Vincent d'Indy, ça a été un grand moment d'émotion. Ishte një moment shumë i madh emocioni ta ridëgjoja këtë muzikë. Do me thënë një përgatitje prova me momente unike dhe shumë special. Sot ishte prova, si thoshe, prova e zjarit, për arsye se ishte prova e parë. Mjeshtri profesor Galea mbriti dje. Edhe mbas një takimi që fiksuam disa gjëra mbas dite në sallën tonë, sot ishte lidhje e parë me orkestrë dhe një vepër që zgjat mbi 30 minuta, 40 minuta, me 3 kohë e komplikuar, edhe simfoni dhe koncert, kalojnë nga fillimi në fund me ndonjëri parim të vogël, është vërtet një gëzim i madh. Ky nuk do me thënë që duhet të gëzohemi dhe mos jemi shumë të kujdesshëm, sepse janë vepra të komplikuara që ato deri në momentin e fundit ka nevojë të agjustohen. Absolutisht. Maestro, kush kanë qenë momentet më emocionuese në këtë përgatitje? Po, një gjë janë disa, po sigurisht të sjellësh në formë simfonike muzikën e baletit General Jurshis Dekur është e komplikuar. Mbasi është një vizion i kadares për generalin, është një vepër që nuk përshkruan luftën, po përshkruan atë që ka ndodhur mbrapa, krimet e luftës që janë bërë. Dhe misioni si çdo e tyre është një mision zbulues e të vërtetave të kësaj krimit të madh që përbën lufta në përgjithësi. Ndaj vendit tonë. Pra, ta sjellësh këtë, nuk mund sillet me një muzikë të bukur, të ëmbël, me ca tema romantike. S'ka vend për këtë. Është lufta e përditshme për të zbuluar krimin dhe e dyta për të treguar se ata që shkelin në këtë tokë janë invazor, nuk mund të hiqet njollën ndaj tyre. Pra, muzika shumë e egër, një muzikë e fortë, një muzikë virtuoze. Edhe që të vi kjo brenda 3-4 ditëve me orkestrën, në fund të sezonit, kjo është një diçka e vështirë edhe është një sfidë tona. Kjo, të tjerat pastaj janë gjëra që... Po do ja dilni më së miri. Po, shpresoj, ne do bëjmë çmos. Patjetër. Edhe fal, profesori. Excusez-moi, je regarde le film, la vidéo de ce matin et je vois dans mes yeux comme un enfant. Po shoh videon e këtij mëngjesi dhe më duket po e shoh si një fëmijë i vogël, thotë. Je suis tellement heureux de jouer cette musique ici en Albanie. Aq i lumtur jam që e kam luajtur këtë muzikë këtu në Shqipëri. Sepse është një kompozitor shumë i madh francez, Vincent. À Marseille, mais j'enseigne le piano aussi à Paris. Et à la Schola Cantorum, et Vincent d'Indy est le fondateur de la Schola Cantorum. Avec d'autres personnes. Donc, je suis, vous savez, le directeur de la Schola Cantorum sait que je joue à Tirana avec Jean Sico la symphonie sur un chant montagnard de Vincent d'Indy. Alors, c'est doublement beaucoup d'émotions pour moi. Janë emocione dy fish për mua, thot, sepse e luaj edhe në Tiranë. Mund të them diçka për të shpjeguar këtë profesori. Në Francë, muzika franceze e 1900-shit, fundi 1800-1000,
është një ndarë në dy. Njëra është drejtimi i Konservatorit Parisit që synon terren me Debussyn, me Ravelin, me këto, një ekstravagancë e që vjen dhe tjetër. Skola Cantorum e Vincent Dandy është një shkollë që mbron traditën simfonizmit. E ka zhvilluar me Cesar Frankun që është themeluesi i kësaj dhe me këto vepra tjera të cilat janë më të përmbajtura, po kanë një thellësi mendimi brenda traditës shumë të fortë. Kështu që prandaj profesori shpjegon këtë rëndësi që ka kjo në zhvillimin muzikor. Është njësoj, si thuash, poezia e në infrashit, themi i këtyre, dhe pastaj poezia tjetër, migjeni, ose diçka tjetër, po themi një ndarje kështu. E kuptova. Pascal, çfarë ju frymëzoi më shumë nga ky projekti? Sa të vi pak... S'kemi fatin të flasim gjuhën franceze në këtë rast. Je ne vous entends plus. Çfarë ju tërhoqi më shumë nga ky projekt? Nuk e di, po erdhi përkthimi. Là, je vous entendais pas. Oui. Non, Scott. Ça a coupé. Mund ta përkthesh profesor? Po. Alors, quelle était la partie plus qui a attiré de plus dans ce grand projet? Dans le projet en général, devenu... Oui. Alors, vous savez, je suis venu déjà à Tirana, mais pour jouer cette œuvre de Vincent Dandy, il faut un grand orchestre, mais il faut un grand chef d'orchestre. Et Jean, mon ami Jean, s'inscrit dans cette tradition de grands chefs d'orchestre, mais pas seulement diriger, écouter les détails, travailler sur les détails, de la justesse sonore. Et ce qui m'a frappé, chère madame, ce qui m'a frappé ce matin dans la répétition, c'est la justesse de l'orchestre. La justesse de l'orchestre. Vraiment. Moi, j'ai été frappé par l'exigence et la qualité de la justesse de l'orchestre. Do me thanë, këte bashkëpunim me maestron e përshkruani me fjalë absolute dhe jeni shumë të lumtur nga ky bashkëpunimi së bashk. Complètement. Je suis très heureux de la collaboration. Et je suis impatient du concert de vendredi soir. À 20h à l'Opéra de Tirana. Venez nombreux au concert. Et en plus, les personnes qui ont fait la publicité, comme madame et les autres qui devront venir. Magnifique. Faleminderit Pascal, më vjen shumë keq që nuk flas gjuhën franceze, se ndoshta do ishim kuptuar akoma më mirë, por po ja dalim edhe kështu sot. Do t'ja përkthesh ti direkt? Oui, parce que c'était dommage qu'elle ne comprenait le français, mais quand même avec le traductrice Ivana qui est très connue. Vous savez déjà le peu de temps que je profite avec vous et avec mon ami Jean est déjà un honneur et un grand plaisir. Është një honor edhe për ne. Edhe për pak kohë jam i kënaqur dhe po përfitoj nga rasti. Si e përshkruani muzikën e Vincent Dandy? Është një muzikë, shiko, bazohet në një temë malsore, domethënë simfoni mbi një këngë malesh. Kur thua malet, ke thënë një temë e gjerë si panorama e maleve, si maja, edhe është një nga bukuritë e natyrës dhe të shpirtit krijues francez. Ka një temë shumë të kapshme, tema shumë e bukur, luhet me një tingull të lartë që është një instrument që quhet corno anglez, nuk ka të bëjë me anglin fare, po ky që jep një bukuri të veçantë dhe e çon tamam në maja këtë. Dhe pastaj zhvillohet në mënyrë simfonike, dinamike dhe ka një kohë të tretë që është një festë e madhe, si ato festat që shohim në malësi që kostume dhe gjithçka të çon domethënë
në apoteozën e gjithë kësaj pune. Pa tjetër, edhe këto kostumet pak tradicionale. Po, tradicionale, Bretania e këto janë zonat pasura shumë. Pascal, a është ndryshe të interpretoni një vepër kaq të rëndësishëm, ndoshta për erën e parë për Pascal këtu në Shqipëri, si do jetë përshtatja me publikun shqiptar? Quelle sera l'impression du public que le symphonie de Vincent de Tuy... Vous savez, déjà, le morceau de musique ne s'appelle pas concerto. C'est Vincent d'Indy qui a décidé de ne pas appeler concerto pour piano et orchestre, mais de l'appeler symphonie Sevenol, symphonie sur un chant montagnard pour piano et orchestre. Le piano tient une partie comme un concerto. Oui. Donc c'est très 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 important. Non, ce que je peux dire, c'est que je me réjouis, je suis impatient déjà d'être vendredi soir. Absolutisht. Maestro, çfarë do presi publiku shqiptar? Kush është mesazhi që keni dëshirë të përcjellni? Atëherë mesazhi është ky, që muzika e bukur është estetik, është edukim, është pasurimi i botës shpirtërore në çdo rrethan. Dhe unë them që shoqëria shqiptare që zjen brenda saj, që ka aspirata të mëdha, që do presim integrimin me padurim e gjithë gjërat, ka nevojë edhe për një mesazh më të qetë, më të bukur, por që të bën të reflektosh dhe të mendosh. Dhe këtu qoftë vepra e Kadares, që është një përmbledhje geniale e jetës së kombit në të gjithë periudhën e historisë të tij, nga ana tjetër, po dhe këto veprat e zgjedhura, pastaj kryevepra që është, nuk folëm për Guillaume Lequeux, një kompozitor genial belg, frankofon edhe ky, që ka vdekur në moshën 24 vjeç, pra një student, dhe ka shkruar një adagio që atje u dha, që është të rëngjet mishin edhe unë që e drejtoj atë vepër për disa. Dhe mbi gjitha të dëgjojnë një klim tjetër. Atëre mirë presim dhe mezi e presim këte vepër fantastike dhe unë personalisht që uroj shumë suksese. Faleminderit shumë, unë jam i paduruar dhe nuk marë, si thua që kam dëshirë të dali diçka e bukur dhe uroj me gjithë këtë koncerti do të tregoj se koncertet janë si ato ndeshjet e futbollit që përgatitet, po do edhe shansin në fund fare që të bëhet goli o penaltia. Absolutisht. Maestro, jam pak kurioze të di nga ju, si një mjeshtër i madh, si shikon të ardhmen e orkestrës simfonike? Orkestra simfonike është, dhe këtë e them jo për parti prise, kam punuar këtu një periudhë shumë gjatë, është një aset shumë i shmuar. Për mua dy janë gjërat e mëdha, të tjerët çfarë bëhen, të gjitha gjërat ndryshojnë, evolojnë me kohën ecin. Prezenca një trupe 60 vjet, edhe më shumë sa ka orkestra tonë, e kompletuar në organikën e saj, në një sallë të mrekullueshme që nga regjistrimi i saj, është një aset i madh. Sigurisht, orkestra është një diçka e shtrenjtë, është një luks, po Shqipëria e do luksin. Shqiptarët e duan, si ka qenë puna, edhe kostumet ne i kemi të pasura sikur të gjithë janë, domethënë, princat e historisë. Prandaj, siç janë ato kostumet e qëndisura me ar, dhe orkestra është një kostum që do mbajtur, do shkëlqyer dhe do parë me admirim punën e saj. Këtu është premtuese çfarë në programet që janë shfaqur këto kohët e fundit mbi të ardhmen, unë vere që ka një vullnet dhe jam i bindur që brenda shumë shkurtër trajtimi i orkestrës do të përmirësohet patjetër. Absolutisht. Po çastja me publikun shqiptar, si shikon me muzikën klasike? Është një publik dashamirëse, është një publik kurioz që ka dëshirë të zbulojë gjithmonë më shumë? Shiko, kam një rrugë të gjatë në ardhë në gjitha institucionet. Po them këtë, edhe në momentet më të vështira, të viteve që s'duam t'i kujtojmë, në ato momente, edhe më pas, edhe në këto ngjarjet e fundit, jo pandemira e gjë nga këto, jeta artistike ka vazhduar dhe shqiptarët vinë në opera, kanë kënaqësi, salla e koncerteve që është më elitare dhe është pak me kufizuar të reqja, prap është një programacion i zhdërvjellët që promovon bukur, që spjegon bukur muzikën
për spektatorin. Absolutisht. Është diçka shumë e rëndësishme. Do të përsëri dhe prandaj këto emisionet tuaja, unë jam shumë i kënaqur që zhvilluam këtë emision sot, se me siguri kjo ka nevojë për këtë lloj mbështetje. Patjetër, për promovim. Çfarë vepër, kush janë disa angazhime që ju personalisht keni në të ardhmen? Po, ky vit ka qenë një vit shumë i ngarkuar për arsye se ne në 3 mujonin e parë, për herë të parë me shoqatën Frédéric Chopin, ne organizuam një konkurs të parë pianistik rinor ndërkombëtar, për herë të parë me zhuri, me lëvizje, me një punë që administrativisht dhe artistikisht ishte e plot. Dhe mendojmë patjetër që të vazhdoj tradita e kësaj se ishte një sukses. E dyta, ishte ky koncert që ishte impenjativ për mua, dhe tash kemi një premier tjetër që Teatri Operës është angazhuar, që është një vepër e madhe që ka pritur 70 vjet për t'u shfaqur. Nuk po them më shumë, po është një premier që tregon se edhe në kushtet e atyre rrymave të ngurta si që ishin të realizmit socialist e njën tjetër, kompozitorët kanë mundur të kalojnë me inspirimin e tyre, duke u bazuar tek letërsia me mirë shqiptare. Si që ishte kjo, dhe më thënë është një impenjim shumë i madh. Shumë projekte edhe në vim. Ka, patjetër. Tash duhet sigurisht forcat, shëndeti këto, kuptojnë s'ka nevojë t'i përmendim e t'i themi. Absolutisht. Unë ju uroj shumë suksese, por të rikujtojmë edhe njërë publikut Gjeneral Gjushërisë së vdekur datët që do jepë të vepra. Është ditën e premte në datën 4, në orën 8 të mbrëmjes 20, në sallën e madhe të Teatrit Kombëtar të Operës Baletit. Ne shpresojmë që atje të jetë diçka e qartë, do të shpjegojmë edhe veprat, do të bëjmë dhe omazhin, kemi edhe një nderimin për një instrumentist të orkestrës që ka kontribuar edhe tashti shkon në stadin tjetër të pensionit, do i bëjmë dhe ati ceremoninë. Kështu që ka disa gjëra për t'i ndjekur, për t'i parë, që besoj do t'jetë të rejtëse për spektatorin. Absolutisht, dhe jam e sigurt që spektatori shqiptar mezi po e pret. Patjetër. Faleminderit Maestro Gianni që një keni si, faleminderit edhe Pascal. Thank you so much. Shkojmë pak në publicitet dhe rikthehemi pas pak për pjesën e tretë.